Ndërkohë që vjon numërimi i votave preferenciale për kandidatët për deputet në zgjedhjet e 11 majit, duket se ndër emrat më të votuar ka shumë surpriza. Në qarkun e Tiranës, atje ku demokratët kanë në total 13 mandate deputetësh, sipas përllogaritjeve paraprake, mundësinë për të marrë mandat nga lista e hapur e ka vetëm një emër. Socialistët që numërojnë 19 mandate të fituara në Tiranë kanë në garë në listat e hapura 7 emra që mund të marrin mandat deputeti. Referuar votave preferenciale të numëruara deri tani, rezulton se Blendi Gonxhe është emri më i votuar me mbi 8000 vota preferenciale dhe pastaj renditet Ervin Hoxha, ministri i brendshëm me 4317 vota, ndërkohë Ilir Ali Mehmeti dhe Jorida Tabaku numërojnë përkatësisht 4287 dhe 4079 vota preferenciale, duke qenë ndër emrat më të votuar në qarkun e Tiranës. Më pas lista vjon me Fatmir Xhafaj, Erion Braçe dhe Ornaldo Rakipi, që përkatësisht numërojnë si vota preferenciale 3803, 3753 dhe 2807. Emri surprizë, nëse mund të quhet kështu, është Loranca Hoxha, kandidate e listës së hapur të koalicionit PD-ASHM, që numëron 2454 vota preferenciale, dhe pasaj Antonela Dedej e PS-s që numëron 1976 vota preferenciale.